I ka vrap se Amerika ka bon luftën për Kosovën, mi shliru këtë popull, mi largue interesin rus e Serbin të kufini atje, këta e prunën të ura ibrit. Edhe kure po që Amerika tha, unë një maj që kam liftu, kam gju të ma hopka. Edhe tash mu ma pru të Rusin në trep që e nu i manë Stalon. Dhe pikrisht kjo, është arsyeja pse Hashimin e kanë zbrit për aeroplani, vetë kë James Rubini, dhe administrata ti edhe tash e kanë zbrit për aeroplani, hajde kanë thot, hajde në burg, se ty i ki venin kanë burg. Kjo është arsyeja. Amerika shtyp se i nëvro shqiptar në vetja, si kishin tërsuja, ka prek interesin vital të vetin edhe pik, këto është arsyeja. Ta shti munësh me thonë që ka dush, edhe të njerë të tjerë munën me thonë që ka ndosht, po realiteti është që kë, kanë shkru komunikata, kanë vërë njerë. Komunikata 59, të besoj këtu e keni... Komunikata, kanë shkru komunikata numër 59, se Gani Geci është një kalabracionist vlau ju nga një, është një kalabracionist me domë ki ka pri ofenzive sërbe. Dhe si pasoj e kësaj komunikate, janë vëra 2 shok tonë, janë këthy 2 nusë 3 në gjeni. Me ta marrë djallin ty, pej sofre, ose vlau në mas 15 minutave, hajde mere se ta vrajten dikush në terë, a është mirë, që më arsytu para botës. Pas një arsye vetëm pse ishëm për krah të Amerikës dhe të Ibrahim Rugos. Kjo ka qenë kjo, dhe kjo ekip, që quhen grupe marxiste, leniniste, të ardhura nga perëndimi, këta kanë festu vrasin Adem Jasharit prej Drenicën e për venet caktume, e në Tiranë, e në Zvicër, e në gjitha venet ku ka pas lepekuca që i qojmë na. Kush e ka fituar konkretisht? Që këto ekipe, ekipe e Hashimit, që janë grupet e LPK-s. Dhe mu për këta nuk u duen një aprek derën familjes Jashari, me derë, nuk u duen në kishë një aprek derën. Ka dhe shumë tjera argumente, që e kanë lintu e ju në munu me minimizuat familje, edhe një komandant që një gjithjen më konë sa janë një pigetave, ju mënu me minimizu e me lonë kush ka qenaj. Po zote është taj, fuqia e popullit, njerës që i ka pasë mbrapa, dhe pikrisht sakrifice atyne me familje, o ardhë në ka pru lirin, jo veç atyne, po edhe shumë masakra që kanë ndodhë Kosovë. Dhe unë e mendoj, se ajo komunikat, dhe shumë komunikata tjera që kanë ndodhë, komunikata jonë e vllavë tonë që e ka shkru Hashimi që e ka bon shtabin, e ka shkru bajakin shtabi përgjithshëm, dulë mas 22 vjetë, mas 20 vjetë, se nuk e kumë shkru i kërkaj falje, po u shkru pe i Banhovën. Të kundërten e flet Recep Selimi Jakub Krasniqi. Thot jo, ajo komunikat është shkruar pikrisht nga dora vetë e Hashim Thaqit. A keni pas mundësi që të takoheni gjatë këtyre viteve me Thaqin për t'ja thënë këto gjëra? Po, une nuk kum pas, jo që s'kum pas mundësi, po s'kum dasht. Po, vllau Gania ka pas një mundësi dhe kena kërku gjithmonë llogari kush ka shkruar këtë komunikat. Kjo komunikat na ka dëmtu një shumë për 22 vjetë. Po që të kohë, sa më mundu me nga shkatru, na i kanë vra shokë, mi kanë plagu vllavë nga Nin, ma kanë plagu vllavë në Catin. To në ekipet dhe ka pas biseda, kem pas biseda me ta dhe kjo thot komunikaten në një vend laushte, një kushëri ju në doja Adem Jasharit, thot e ka shkrue Recep Selimi. I thot Ganis. Dhe neve me Recepin, këm pas kontakt unë tani me Recepin, o Recep, atë komunikat po thot, po Lari Broj se ke shkru ti. Në qofë se te ke shkru këtë komunikat, Kosova është e vogël së në nda dyve.
Kimi vërtetu ato gjonë. Nuk në nda neve, si familje, s'ka me në ndonë. Tha, asë një gerëm se këmë shkru, edhe doli që se ka shkru. Edhe e falenderoj, me gjitha ato që u konë një kundështar politike, ka fole, ka bu, por kër u konë një realitet, e ka tërgu drejt, edhe ka tërgu se si ka ndohë, dhe ka shkru komunikatën Hashimi, ja ka dërgu Recep Selimit, e ka lezu, ka thonë, mos e shkra këto, se nuk është qashtu që akë pëtu të i përkanigetën. Thët e di, po du me ja fut. Dhe pasoja e këtyne, dhe këtyne djemve të nona nuk është veç haga. Ti e din zakonës shqiptare, edhe shqiptar ti di, ma vra vllon e ti me shëti të maj fort se unë ku keni, ose me ta vra djalin. Aje mas mirë i bjen, në qofë se donin, mi liru shpirtin e vetë, se ai njeri që e tregon realitetin, vetë realitetin, në qofë se qohet ai tregon se kam bo gabim, mi kom vra këto kanë dollë, edhe i pajton familjet e të vrane, edhe vetën. Edhe neve i shëran poplë, nuk ka shqiptarë që kur të regonit në realitetet që kërko falje, që nuk falë, veç i ligu s'falë, veç i ligu vret. Edhe prandaj këto janë ato që unë e mendoj, dhe Gjems Rubinin, po flasëm për Gjems Rubinin, a i u shku në Hagë, edhe ka rajtë sa i kanë zogoja. Po ku ka gënyer si pas mendimit tuaj që? Si ja ka një, se Gjems Rubini është taj që u orë në Kosovë, e i ka thonë, largonu ju njerë të ushtrisë, largonu ju u që këja pej politike, nëse donim ju met pak ftyre, pak autoritet. U orë disa herë, e ju ka thonë mon, ka rejtë gjithmonë që asim to që nuk u konë luftë se kanë ngu kush. Asë një proces në Kosovë, asë në Hagë, asë këtu nuk ka bo pashim to që. Gjithkur ka rejtë. Dhe me siguri se këta që ta shon jashtë sistemit kanë rejtë me hongër pore. Këta Amerikanë po hongëshën pore, se këshin dërtë. Po pse mendoni që Amerikanët thaqin, pra James Rubin e ngritin nuk e thonë për Amerikanët. Për Haradinaj thaj që ka qenë me ne, me cian. Në gjë, nuk po flasëm për Haradinaj. Haradinaj e ka qu thaqe në burg. Fatmir Limaj e ka qu shok të vetë tonë burg. Krejti ka burgos këtë. Se kjo moshkull matlik, se kjo s'ka, jo që mu më ka bo, se une jemi drejt për drejt, nuk muna me të tërsu. Po gjithat këshijat Kosovën e ka gjetë për këto. Para mendoti, para gjygje, thot, para gjukatës, thot që më konë luft kur. Kur që më konë luft, e shten me rajtë Rubinin. Që më konë luft kur. Recep Selimi, një burë, thot që më konë luft, pushkën ja kom kësu Sërbis, që jam as me ato, po burnia e ka, njerëzia e ka që to, thot, kam qenë luft, pushkën ja kom kësu Sërbis, që më konë krah për krah. Me Adem Jasharin dhe krah për krah me Veslin Clarkun. Deje ku shliru Kosovën. Që ku jam, qka ku mbo unë, që kam kriminalat, ku mbo gjonë. Kjo është realiteti. Kjo u kaldu një gru. Nuk është burë, po ko as grusa. Kjo s'ka të regu as një, jo veç këta, po kjo ka bu shumë zeza Kosovës. Cilat janë zezat që ja ka bu Kosovës. E ka bu zajednicën me kompetenca ekzekutive, që i gjason Republikës Sërbske të Bonës. I ka bu 14 kisha shqiptare, pa qenë kur Sërbë ja u ka bu tapi Sërbëve. Dhe ju ka bu eksa teritore. Eksa teritore që do fa mini shtetet vola, që unë qam jurist, po me ata jurist që e njohin drejtët ndërkombëtare në normat e ligjeve, kur e ka eksa teritorin, ka drejt a i shtetë me shku i për helikopterit edhe shkon aty s'gudo kush me i dalë pare. Do me thonë, një trup të vogël Kosovës i ka dhonë 14 kancere i ka shtim rana. I ka falë 8226 hektar tokë molit zi. Tokë rrugove molit zi. 3000 Macedonisë. Po,
mos flasëm për plaç, ke hajnin. Me vllazën e me krejtën multimiliardera, ty punu me radoj qishin, ju ndalë në ato nure, tibrit, ti e ke pa, nuk e dhja e keni pa, kam e të qu vidot pas këti emisioni që ti mi pas, dëshmi,